Dy tendra me vlerë 40 milion euro janë shpallur nga operatori blerjeve të përqendruara për blerjen e uniformave të Policisë së Shtetit dhe Drejtorisë së Burgjeve. OPB, institucion nën kryeministrim, ka marrë përsipër procedurat pas hetimeve të SPAK për abuzime të mëparshme, që çuan arrestime dhe procedime. Megjithatë, kostot për uniformat janë rritur ndjeshëm. Sipas një llogaritjeve nga Vox News, veshja e një punonjësi policie kushton rreth 2400 euro, ndërsa për një gardian, shifra arrin deri në 3900 euro. Kthehen çmimet të larta për veshje fasonerie, sektor që shpesh ka qenë subjekt hetimeve për tendra të dyshimt. Sipas dokumentave, tendra për Policinë e Shtetit ka një fond limit prej 2.72 miliard lekësh që përfshin blerjen e shpërndarjen e uniformave dhe këpucëve për rreth 11.645 efektiv. Në vitin 2021, një tendër i ngjashëm çoi në ndalimin e 9 zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme nga SPAK, pas akuzave për favorizim dhe korrupsion. Një tjetër tendër është shpallur për uniformat e punonjësve të burgjeve me një fond prej 1.39 miliard lekësh ose 14 milion euro. Me rreth 3.500 deri në 3.700 efektiv, kostoja për secilin gardian është dukshëm më e lartë se ajo e policisë, pa dhënë specifikime të qarta për diferencën. Në të kaluarën, tendrat e uniformave kanë qenë objekt përplasjesh politike, me akuza për lobime dhe favorizime. Rasti më i njohur është ai gjatë kohës së Sajmir Tahiri si ministër i brendshëm, kur procedurat u anulluan pas largimit të tij nga Fatmi Xhafaj. Rritja e kostove në tendrat aktual, graduesime për një tjetër aferë të muzbe.